Thuhet se dashuria nuk njeh moshë, nuk njeh ngjyrë dhe nuk njeh kombësi. Dashuria është ndjenja më e bukur që ekziston, por duhet thënë se dashuria nuk njeh as kundërshtarët politik. Nuk ka rëndësi nëse je i majt ose i djathtë, dashuria është dashuri, dhe kjo është më se e vërtet edhe në rastin e demokratit Pelin Kolliçi, i cili ka rënë kokë e këmbë në dashuri me Anën, vajzën e Artan Shkrelit, i cili njihet edhe si këshilltari i kryeministrit Edi Rama. Dashuria e çiftit është disa vjeçare. Ana ka preferuar të qëndrojë në krah të partnerit të saj dhe në asnjë moment nuk ka mbajtur qëndrime politike, as për Partinë Demokratike, pjesës së cilës është partneri i saj, por as për Partinë Socialiste, pjesës së cilës është babai. Ana ka hapur një aktivitet privat, një shtëpi botuese, dhe shprehet se e gjen veten plotësisht te kjo punë që bën. Belindi, i pyetur se pse nuk është martuar me partneren e tij pas 10 vitesh që kanë lidhje, shprehet: "Nuk jemi bashkë akoma dhe kjo e ka një arsye. Ana ka një motër të vogël dhe një vëlla. Unë i dua shumë të dy. Janë Marta dhe Juli, për të cilët Ana është kujdesur shumë. Diferenca që ka Ana me motrën dhe vëllain është 10 vite dhe ajo ka vendosur që të kujdeset për to deri kur ata të shkojnë me studime në universitet. Motra e ka lënë këtë fazë, tani po përgatitet Juli, vëllai i Anës. Së shpejti edhe ai do të marrë drejtimin e vet në jetë. E pas këtij momenti, unë dhe Ana do të jemi bashkë. Në planet tona është që pasi motra dhe vëllai i Anës të ndjekin rrugën e tyre në jetë, domethënë të pozicionohen në shkollat e larta që duan të ndjekin, ne do të bëjmë planet tona për të martuar e për të krijuar familje." Kjo deklarat ka treguar se Belindi e do shumë Anën, sepse janë të pakët djemtë që do të kishin këtë lloj mirëkuptimi për partnerët e tyre. Faleminderit që na ndoqët. Për më shumë lajme interesante, bëjeni subscribe kanalit ton të YouTube-it.